Tani nëse flasim për akuza, të paktën për akuza, sepse nuk kemi fakte. Akuza thash. Akuzuar dhe drejtori i përgjithshëm. Akuzuar dhe drejtori i përgjithshëm nga opozita, të kuptojmë drejt. Por gjithmonë akuzat nuk kanë qenë totalisht pa baza, do thosha unë. Pra ka pas akuza, ka pas një bazë, ka pas disa informacione, aq më tepër që në politika është më thjesht se sa ne që flasim të bëjnë akuza, sepse në fundit ja lejon edhe mënyra e komunikimit edhe pozicioni tyre politik që të bëjnë akuza, ndryshe unë dhe avokatët që janë studi që duhet kemi disa prova që t'i bëjmë publike, sepse në fundit nga ana e etikës nuk shkon që të bëjmë akuza thjesht me informacione që mund disponojmë. Kurse politika bën akuza, por këto akuzat politikës realisht kanë qenë të sakta, sepse me kalimin e kohës janë vërtetuar që kanë qenë të sakta. Kurse për sa i përket pastaj lëvizjeve që bota e krimit ndikon tek drejtuesit e policisë, unë kam mendimin që ndikon dhe kërkon edhe drejtues me emër konkret që të shkojnë në një rajon ose një zonë caktuar. Pra, duhet me sjellni në këtë zonë, në këtë komisariat, në këtë drejtori rajonale, duhet të sjellni këtë drejtues. Sepse kanë lidhjet e tyre me politikën gjithmonë. Dhe politika ja mundson që pastaj t'i vënë dhe persona konkret